Kemi futur në midis jetës e vdekjes, pra limiti ishte dante një cak shumë i vogël. Është hapur barku dhe vetëm dilte një gjak në sasi sigurisht e lum, jo gjak, aq sasi e madhe. Momenti që fëmia sapo ka dalë nga spitali, ka bërë arrest kardiak. Mund kemi marrë pjesë ndoshta 4 ose 5 reanimator, masazh, kemi asistuar mbi 2 orë tek ky fëmijë. Dhe nuk është arritur të kthehet në asnjë moment fëmia. Pa e kuptuar fare, një pacient i pa diagnostikuar dhe ishte goditur me top dhe kishte bërë rupturë të tumorit dhe një hemorragji masive. Sa i rëndësishëm është minuti në sallë për profesionin tuaj? Unë mendoj që janë dhe sekondat. Janë dhe sekondat janë të rëndësishme për të shpëtuar jetë. Përsëri pacienti bën arrest. Kemi filluar përsëri masazhin, pra deri në terapinë intensive ka vazhduar masazhi, aplikimi i dozave të adrenalinës, duke mbajtur mend ndoshta te ky pacient mund të jetë kaluar edhe 600 ampulla adrenalinë. Dhe pas 2 orësh kemi ndërprer reanimimin dhe kam parë aty të gjithë kolegët e mi, të gjithë qanin. Pra tek ai fëmijë shikonin fëmijën e tyre. Ky është qëllimi im, të mbajmë mend për mirë. Kollaj fare. Jeta është një shëtitje e cila ka ato momente të ulet ngritjet e me radhë të një mali, të themi Himalajet, dhe në fund të ditës pastaj të gjithë vim të barabartë dhe ikim të barabartë.